Rreshtjet e ditëve të fundit, shoqëruar edhe me dëbor, kanë dëmtuar drufrutorët, në veçanti qershin dhe kumbullën. Jorgo Braholli, një nga fermerët e fushës Dvorani, tregon se dëmi ka shkuar deri në 90%. Sipas vlerësimit që kanë bërë edhe ekspertët e bujqësisë, kumbulla dhe qershia është rreth 80 deri 90% e humbur deri në këto momente. Për çfarë arsye? Për arsye të temperaturave të ulta që bëri para një muaji kur ato ishin në fazën e nebulizimit të frutit. Sidomos ato që janë rreth luginës dhe lumenjve, ato janë totalisht të dëmtuara. Ndërsa pritet vetëm të ketë disa prodhime në për kodrat ku janë të ajrosura dhe ka fryrë hera dhe nuk kanë pësuar dëmtime të mëdha nga ngricat. Fermerët janë të shqetësuar edhe për temperaturat që pritet të zbresin në vlera minimale gjatë këtyre ditëve dhe për dëmet që do të shkaktonte kjo ulje të mollët. Do të jetë katastrofë për bujqësinë, sepse rrezikohet dhe molla dhe kumbulla që kanë ngelur. Ata që merren me kultivimin e frutave duhet të marrën masa për të përmirësuar parcelat, për të mbuluar merjeta kundra shiut dhe të kenë sisteme test vaditjes nga sipër që mos lejojnë të bëhet të ngrican pemë. Po të jenë temperatura -4, -5, demet do të jenë shumë të mëdha. E vetma mënyrë janë këto antifriza që përdorim ne, por në zakonisht që kemi përdorur, nuk na ka dhënë ndonjë efekt. Dhe masat pasaj, masa totale me tymosje, ndezja e zjarreve për shembull, nëpër parcellat. Po ndezja e zjarreve duhet bëhet grup, jo një ben 10 se ben për shembull. Duhet tymosje tërë parcellave. Në fshatin Dvoran gjatë viteve të fundit janë shtuar së tepërmi sipërfaqet e mbjella me qershi dhe kumbulla. Vetëm këtë vit fermerët kanë shtuar 4 hektar kumbulla.